Të dashur teleshikues të televizionit të shqiptarëve të Amerikës, sot në emisionin ton Argument kam ftuar ish-deputetin e Partisë Demokratike Ervin Saljanj, i cili është dalluar për krijimin e një fryme të re brenda Partisë Demokratike me të rinj në mënyrë që Partia Demokratike të ketë perspektivë. Zoti Saljanj, mirë se erdhët në televizionin e shqiptarëve të Amerikës. Mirë se u gjej dhe ju përshëndes, ju dhe gjithë teleshikuesve tuaj. Të gjithë shqiptarët diaspora janë të shqetësuar për zhvillimet në Shqipëri. Ju si antar, se unë kështu vazhdoj t'ju quaj pavarësisht deklaratave të bëra nga kryesia e PD-s, një i ri ish-deputet i cili lufton për integrimin sa më të mirë të rinjve në vendlindje. Si vlerësoni protestën e fundit të PD-s? Pa diskutim që unë vlerësoj çdo protestë dhe çdo pjesëmarrës në protestat e opozitës, sepse në Shqipëri ka 1 milion arsye për të protestuar dhe çdo protestues në kushtet e një regjimi dhe të një autokracie në cilën ndodhet Shqipëria sot është për të vlerësuar. Ndërkohë pastaj nga pikpamja e strategjisë politike që Partia Demokratike dhe leadershipi i Partisë Demokratike ka zgjedhur këtu, pastaj kam një lloj diferencë për shkak të paqartësisë. Pra, protesta nëse do të ishte vetëm si mesazh si reagim ndaj korrupsionit qeveritar dhe ndaj pengesës që bën Edi Rama drejtësisë, pa diskutim që do të ishte një protestë me mesazh. Ndërkohë që protesta që thërritet nga leadershipi i Partisë Demokratike, por që ndërkohë jemi të gjithë dhe bëjmë thirrje të gjithë për të protestuar kundër qeverisë dhe që mesazhin kryesor ka që do të largojmë Edi Ramën atë ditë që ndodh protesta dhe pastaj të nesërmen na ndodh që Edi Rama është prapë në zyrën e kryeministrisë, tregon një paqartësi që kam quajtur në të gjitha dimensionet një paqartësi strategjike të leadershipit të Partisë Demokratike për të mos e përdorur edhe në këtë rast protestën si një instrument presioni, por për të rritur edhe si instrument të luftës politike, për të futim, por rrit pritshmëritë në mënyrë dhe në përmasa të jashtëzakonshme dhe pastaj në fund nuk ndodh asnjë. Kjo duket sikur bëhen protesta me orar kinemaje, vazhdon filmi, mbaron filmi, protesta buron nga brenda, nuk mund të jetë për mendimin ton diçka e yshtur me orar të caktuar, me të njëjtët tematika dhe problematika, kur nga ana tjetër ti i jep mbështetje apo kërkon të bësh një qeveri teknike. Po si mund bëhet një qeveri teknike duke qenë Rama në pushtet pa miratimin e tij? Pa diskutim që protestat, po themi, me skenar, se që janë protestat e zhvilluara, si dhe protesta fundit, që janë të njëjtët folsa, e njëjta mënyrë dhe që ka një organizim që përcakton drejtimi i Partisë Demokratike se si do të marrin, nuk janë revolte. Për këtë arsye unë kam thënë që unë nuk jam për këtë formë proteste, por respektoj çdo protestues. Nëse ka revolt, duhet të ketë revolt. Nëse protesta kërkon të arrijë një qëllim caktuar, atëherë duhet të jetë pa kozgjatje dhe duhet të ketë masivitet tillë që të bëjë mundur, po themi, paralizimin e jetës politike. Ju e thonë në mënyrë metaforike si kinema, por ngjan ashtu dhe ky është problemi, prandaj unë mendoj që duhet gjendur dhe duhet gjenden forma më kreative. Ndërkohë që kjo punë e qeverisë teknike nuk duhet menduar mirë, sepse qeveria teknike në Shqipëri për shkak të eksperiencës hidhur të vitit 2017 shikohet më shumë si bashkëqeverisja. Dhe unë mendoj që Shqipëria ka nevojë për të bërë një reformim të plot kushtetues për të përcaktuar një qeveri tranzitore me rregulla të qarta ku Partia Demokratike ta ketë po themi të përcaktuar qartësisht pozicionin e saj dhe propozimin e saj për këtë çështje, Maqedonia e Veriut ka zgjidhur. Kështu që për çdo qeveri, jo vetëm për qeverinë e Edi Ramës, por për çdo qeveri që do të jetë në pushtet, disa muaj përpara zgjedhjeve, kryeministri, ministri i brendshëm dhe disa po themi ministri të tjera të cilat të bëjnë të mundur që zgjedhjet të jenë të çliruara nga presioni politik, të jenë të një profili të caktuar që mos jetë po themi kryeministri në detyrë. Kështu që këto janë të përcaktuar, se një nga problemet që është në protestë është që cili ishte mesazhi. Pra nëse kërkohet qeveria teknike,
atëherë nuk u arrit që të realizohej me këtë protestë. Nëse ka qenë si një instrument i një reagimi, pa diskutim pastaj që reagimi bëhet shumë mirë që bëhet, çdo qytetar që proteston bën shumë mirë. E kuptojnë reagimin, se reagimi duke parë edhe ato akuzat e SPAK-ut për anëtar të ndryshëm të qeverisë është i natyrshëm. Është i natyrshëm, po kërkon plane, pune, objektiva. Ne nuk shohim nga opozita, nga PD-ja, nuk shohim ende se si do veprohet për të përmirësuar, për të luftuar krimin, le të themi, si do veprohet për mëkëmbjen ekonomike, si do veprohet që mos përmbytet vendi në mënyrë katastrofike. Pra, kërkojnë objektiva të qarta. Këtë ne nuk e shohim nga partia, nga drejtuesit aktual Partisë Demokratike. Si mendoni ju? Çfarë mungon këtu? Për këtë arsye unë kam nisë një lëvizje për të takuar demokratët dhe për të diskutuar jo vetëm to, por edhe problematika tjera që kanë të bëjnë me mos funksionimin e demokracisë së brendshme në Partinë Demokratike dhe mos respektimin e votës së anëtarëve. Dhe për këtë arsye, apo disa prej elementeve që ju sapo i thatë, unë i kam thënë dhe i rithem që Partia Demokratike sot ende nuk ka një qëndrim të qartë se ndaj një element shumë të rëndësishëm në Shqipëri, që është reforma në drejtësi, pra paradite e shtan mbas dite e lavdron. Pra nuk ka qëndrime të qarta në raport me si do të shkojmë tek qeveria teknike, nëse kërkojmë qeverinë teknike, sepse leadershipi i Partisë Demokratike për 4 vite thotë që zgjedhje me Edi Ramën nuk do të ketë, dhe në fund të 4 vite pastaj marrin pjesë në zgjedhje dhe thonë gjatë 2 muajve të fushatës do ta mundim Edi Ramën edhe kështu siç është. Të gjitha këto elementë që kanë të bëjnë me krijimin e një perceptimi që Partia Demokratike është e paqartë vetë se çfarë kërkon, se çfarë përfaqëson dhe se ku do të shkojë, ndikojnë pa diskutim pasaj në një demotivim të elektoratit së pari të votuesve të djathtë, por edhe të atyre që njihen si shtres agri apo të qytetarëve të tjerë cilët janë pa përfshirë politikisht, që nuk shohin te Partia Demokratike një qartësi se si ajo do të bëjt mundur ndryshimin në radhë parë, por në radhë të dytë që është e rëndësishme dhe alternativa qeverisë se cilat janë piketat që Partia Demokratike do të bëjë ndryshe nga Edi Rama. Pa diskutim që retorika dhe denoncimi i skandaleve të qeverisë është i domosdoshëm, por është i pamjaftueshëm në vetvete për të arritur që Partia Demokratike të bëhet forcë fituese nëse nuk ndryshon të gjithë elementet tjerë që kanë të bëjnë me alternativën, me gjuhën tjetër politike, me përfaqësuesit të cilët duhet të ketë ndryshe, me bashkimin e Partisë Demokratike dhe pa diskutim pasaj me hapjen e Partisë Demokratike, ndaj të gjithë elementeve dhe profesionistëve që janë në Shqipëri, po e domosdoshme që të shohim edhe të përthithim pa diskutim njerëz cilët janë në diasporë të suksesshëm edhe përfaqësues, por që duhet përfshihen në Partinë Demokratike. Është domosdoshme duke qenë se Shqipëria, ju e dini që ka ngelur diku te 2 milion banorë sipas censusit të fundit, dhe është domosdoshëm që po themi diaspora e cila kontribon në mënyrë drejt për drejt, jo vetëm po themi ekonomikisht, por ndihmon edhe ka ndikim tek familjet që kanë në Shqipëri, por ka ndikim edhe për shkak të një botkuptimi tjetër, të bëhet pjesë e Partisë Demokratike, duke i ofruar nesër një pjesë të rëndësishme të dikastereve për qeverisur së bashku Shqipërinë. Ti ma more pyetjen që kisha, po unë do të theksoj. Mënyra se si u organizuan takimet me diasporën në prag të zgjedhjeve, pa marrë parasysh një mass media, siç është mass media jonë që ka mbulim në të gjithë Amerikën, pa marrë parasysh persona caktuar vetëm me grupe të vegjël miq e mbështetësish të PD-s, nuk realizohet një ndryshim themelor, jo vetëm me konceptin për të bërë ndryshim në qeverisje, por dhe me konceptin se si të angazhosh sa më shumë diasporën. Ne e kemi ndjerë këtë dhe më vjen mirë që ju e përmendet. Tashti, unë kam një pyetje që lidhet personalisht me ju. Pyetja ka të bëjë me rolin tuaj në Partinë Demokratike. Si ndjeni ju? Unë nuk arrit ta kuptoj një deklaratë të kryesisë Partisë Demokratike që thot Ervin Saljani është i vetë përjashtuar.
kur me rregulloren e Partisë Demokratike, me kushtetutën do të thosha e Partisë Demokratike, nuk bëhet përjashtim dhe aq më tepër vetë përjashtim. Është një term që nuk ekziston. A ndjeni ju i vetë përjashtuar? Unë ndjem më i përfshirë dhe më i futur thellë, po themi, në ndjesitë e demokratëve, në mbështetjen që kam nga demokratët. Nuk ka një deklaratë të kryesisë Partisë Demokratike për përjashtim, sepse nuk ekziston asnjë përjashtim, as vetë përjashtim. Vetë përjashtimi edhe në shqip, në gjuhën shqipe, do të thotë që kur ti vetë largohesh, pra është nis nga vetja. Kështu që nuk ka një vetë përjashtim, ka një përfshirje akoma më të madhe. Timen ka një përpjekje dhe një angazhim, po themi, vërtet zakonshëm nga ana ime në këto momente, duke takuar demokrat, duke diskutuar me demokrat, duke mbushur sallat më shumë se sa foltorët që organizohen, po themi, nga leadershipi zyrtar për zotin Berisha, dhe duke pasur një entuziazëm të jashtëzakonshëm sepse qytetarët, por sidomos demokratët presin që Partia Demokratike të jetë forcë fituese, dhe kjo është qëllimi i lëvizjes time, që ta bëjmë Partinë Demokratike parti fituese. Kështu që të gjitha deklaratat janë deklarata të cilat i bën njerëz të cilët nuk flasin me arsye, por flasin me frikë, po themi, nga reagimi që kanë demokratët. Një gjë është e dukshme tani më që nga momenti që unë kam nisë lëvizjen, Partia Demokratike është zgjuar, që ka qenë faza e parë që kam thënë do ta zgjojnë Partinë Demokratike. Partia Demokratike sot po bën analizë, drejtuesit e Partisë Demokratike sot kanë dalë në terren ndërkohë që kishin 8 muaj që nuk takonin demokratët. Është protesta e dytë që bëhet pas kësaj lëvizje, që pa diskutim e ka, po themi, i ka dhënë tjetër tempe dhe energji Partisë Demokratike dhe i ka futur edhe në një lloj konkurrence, po them, qartësisht edhe pastër, sepse në politikë të mban vota e qytetarëve, të mban kontributi që t'i jep për votuesit dhe nuk të mbajnë, po themi, vetëm skemat e vogla. Kështu që janë deklarata që nuk më shqetësojnë as pak, vetëm më motivojnë më shumë. Atëherë ju mendoni që a mund të ekzistojë ndonjë plan nën tavolinë, si thuhet, midis kryesisë Partisë Demokratike dhe Ramës, për një ruajtje status quo-je, nëse e ndjeni, nëse e analizoni? Unë nuk mund ta them dot, sepse përgjithsisht në jetën time publike dhe në atë politike unë kam folur me fakte, por ditë ju them një gjë qartësisht që status quo-ja në Partinë Demokratike, pra qëndrimi i Partisë Demokratike, kështu siç është, e pa ndryshuar, e pa ripërtërir, e pa energjizuar, e pa hapur edhe duke mos qenë bashkuar me të gjithë elementët opozitar, pa diskutim që kjo i intereson drejt për drejt Edi Ramës edhe qeverisë së tij. Kështu që unë nuk mund ta pranoj që ne të rrimë dhe të presim, po themi, nuk e di se çfarë, që të fitosh pushtetin si në çdo vend tjetër ku ka edhe demokraci apo formë hibride regjimi siç është Shqipëria, duhet që të bindesh njerëzit, duhet të frymëzosh njerëzit dhe në çdo rast zgjidhja do të shkojë tek kutitë e votimit, do të shkojë tek vota, ose do të shkojë tek frymëzimi për të bërë atë që bëri Bullgaria, për shembull, që me masivitetin e protestave arriti që të ndryshonte qeverinë. Kështu që këto janë rrugët se si ndryshohet qeveria, nuk është qarja e përreshme që pas zgjedhje ne të themi na mundi Edi Rama, këtë e din, pra e din gjithë shqiptarët që po zgjedhjet u vodhen. Si do të bëj Partia Demokratike të mundur që të mos vjen zgjedhjet. Dhe unë kam treguar në zonat elektorale ku kam marrë pjesë, qoftë 2021, qoftë 2023, që në zonat elektorale që kam mbuluar, unë kam fituar. Kështu që ka dhe zonat tjera elektorale në vitin tani në 11 maj, kur ishin zgjedhjet 2025, që zonat caktuara Partia Demokratike i ka fituar. Aty duhet shohej se dhe të marri modelin, si e kanë përballuar ata që kanë qenë aty, cilët kanë qenë përfaqësuesit që kanë marrë vota, pse Partia Demokratike ka arritur të tejkalojë, po themi, deformimin e vullnetit zgjedhësve që bën Edi Rama dhe kështu me radhë. Ne i kemi modele, thjesht duhet t'i përdorim, por Partia Demokratike ka një problem, leadershipi i Partisë Demokratike sot ka një problem. Problemin e ka me fituesit, ndërkohë që problemi, sidomos kur një parti nuk fiton, duhet të jetë hundsi, nuk mund të jetë fituesi, pra nuk mund të shmangësh fituesit dhe të promovosh hundsit. Ky është problemi. Shihni ju se keni mbështetje mes të rinjve të tjerë, intelektualëve, antarëve të Partisë Demokratike, por dhe elektoratit të grin? Besoj që ka qenë e dukshme që sallat kanë pasur pa diskutim përfaqësim nga të gjitha, po themi, grup moshat, por takimet që kanë zhvilluar ka pasur masivitet të rinj, ka pasur
mbështetje të jashtëzakonshme nga të rinjtë dhe po ashtu ka pasur një dakordsi në të gjithë opinionin publik që të gjitha ato që kanë ngritur si shqetësime qëndrojnë. Pra edhe leadershipi i Partisë Demokratike është detyruar që do thotë gjërat pa qena, të cilat janë jashtë kufive të logjikës, pra nuk merren me shqetësimet edhe me idetë edhe me problemet, por fillojnë edhe ngrejnë këto tymnaja, bëjnë romane që kuptohet që nuk kanë asnjë bazë. Si mund të krijohet më shumë hapësirë për figura të reja si ju brenda PD, sipas mendimit tuaj? Shiko, unë kam krijuar hapësirën time vetë me votë, pa pasur nevojë që të më krijojë dikush hapësirë në çdo rast, por Partia Demokratike i krijon hapësirat duke vendosur së pari kushtet për garë të barabartë, duke pasur lista antarësie publike, duke pasur disa indikatorë se si matet po themi dhe bëhet më pas promovimi i karrierës Partisë Demokratike, që mund të jetë aktivizimi publik, që mund të jetë certifikimi nga shoqëria i një lloji ekspertize të caktuar, që mund të jetë mbështetja që kanë në popull, që mund të jetë mënyra se si bën opozitë dhe kështu me radhë. Vetëm në këtë formë Partia Demokratike bën të mundur ndërthurjen e brezave, të kapaciteteve të ndryshme, të energjive të ndryshme dhe të ekspertizave të ndryshme. Si e përkufizoni ju për ta mbyllur rolin tuaj aktual brenda Partisë Demokratike sot? A jeni ju një figurë opozitare e saj? Një zë kritik apo kandidat që lufton për më shumë përgjegjësi të madhe në emër të çështjes së Partisë Demokratike? Unë besoj që përgjegjësitë i ka marrë duke marrë parasysh edhe po themi kushtet të cilat zhvillohet politika në Shqipëri. Unë po them disa të vërteta që pakush ka guxim, për te domethënë se po heq fare modestin që pakush ka guxim të thotë. Të gjitha po themi tezat, të gjitha idetë, të gjitha shqetësimet që kanë sot demokratët, unë po i përfaqësoj më së miri dhe fakti që stallat mbushen më shumë se sa kapacitetet tyre dhe ka një mbështetje të jashtëzakonshme tek opozitarët, tregon që ka marrë përgjegjësinë që duhet ta ketë gjithë secili prej opozitarëve që të thotë atë që është e duhura dhe të bëjë atë që është e duhura për të bërë gjithçka që Partia Demokratike të jetë fituese, duke mos ruajtur pozitën e vet komode. Unë jam antar kryesie, isha drejtues politik në një zonë, nuk kisha asnjë problem në lidhje dhe prap nuk kam në lidhje me karrierën time personale. Unë mendoj që gjithë secili prej politikanëve që operon në hapësirën publike duhet të shërbejë intereset publike dhe unë po bëj këtë, po i shërbej intereset qytetarëve dhe po bëj gjithçka që opozita të jetë në nivelet e duhura, në nivelet e pritshmërisë së madhe të qytetarëve dhe të shoqërisë së sotme, qoftë në gjuhë politike që duhet të jetë ndryshme, qoftë në përfaqësuesit që e përçojnë mesazhin politik ndryshe, qoftë në atë që është parimi themelor, sidomos partitë e djatha, në respektimin e meritës dhe meritësisë në parti e kështu me radhë. Zoti Saliani, si mendoni çfarë mund të bëhet ndryshe që të fitohet elektorati gri, se pa të nuk arrin fitore në zgjedhje? Duhet së pari të promovohen dhe të vendosen rregullat për promovimin e karrierës. Së dyti duhet që të bëhet gjithçka që Partia Demokratike të bashkojë çdo kapacitet që është jashtë Partisë Demokratike sot. Dhe së treti që është domosdoshme, duhet në mënyrë të domosdoshme, të detyrueshme, po e them kështu, që Partia Demokratike të hapet drejt botës akademike, drejt profesionistëve të rinj, drejt diasporës dhe njerëzve të cilët kontributin e tyre po themi e kanë të certifikuar edhe të matur në opinionin publik edhe në po themi grupet e ekspertëve ku ata operojnë dhe Partia Demokratike t'i marrë dhe t'i bëjë zët vetëm zët opozitës. Nëse Partia Demokratike siç është sot nuk kuptohet dot se çfarë duhet të bësh sot në Partinë Demokratike, për shembull, që ti je deputet, askush nuk e thot. Nuk e di njeri sot sepse listat u kompozuan në atë mënyrë në zgjedhjet e kaluara. Dhe duhet të rregullojmë një herë, po themi, shtëpinë tonë, duhet të përmirësohemi vetë, që të jemi të besueshëm dhe të përfshijmë pastaj gjithë pjesën tjetër që ka të bëjë me atë që është elementi se duhet bërë këto që të vijë ajo që po themi rëndom apo në mënyrë të përgjithshme thuhet që një opozit duhet frymëzojë. Atëherë po e mbyllim me urimin që një opozit të frymëzojë, puna juaj të zë vend, siç duket se ka filluar të zërë vend brenda
radhëve të Partisë Demokratike, të bazës së saj, në kërkesën e domosdoshme për një rinovim të Partisë Demokratike, një rinovim të opozitës, një bashkim të opozitës për zgjidhjen e problematikave që vazhdon të ketë vendi pas një qeverisje kaq të gjatë të zotit Rama. Miru takofshin në emisionet të tjera. Po, ju falenderoj shumë dhe ju vlerësoj për kontributin që jepni edhe nga diaspora, duke I krijuar mundësi që të na ndjekin edhe qytetarët shqiptarë të cilët shumë me mire jetojnë edhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kështu që ju falenderoj dhe ju uroj edhe unë punë mbar. Gjithë mirat, miru takofshin. Të dashur teleshikues të televizionit të shqiptarëve të Amerikës, ishim këtu në emisionin ton Argument, drejt për drejt në studio, me ish deputetin Ervin Saljani, diskutuam për frymën e re të nevojshme brenda opozitës shqiptare dhe Partisë Demokratike për të pasur një fitore në zgjedhje për një promovim të vlerave demokratike në vendin tonë. Miru takofshim në emisionet të tjera.